2 orë ka biseduar me kryeministin Albin Kurti, një takim të mbyllur, por ka kërkuar edhe me deklarimet e saj publike që të ketë një qeveri sa më të shpejtë të formatit të gjerë, bazë të gjerë, por ende nuk ka apa konkrete. Po ashtu me zëshme ka qenë në këto kohë ambasada britanike, e cila ka bërë thirrje nëpërmes ambasadorit të saj disa që të formohen sa më shpejt institucionet, duke përfshirë këtu edhe ambasadorin gjerman, por më pak të zëshëm kanë qenë amerikanët në këtë periudhë, të cilët her pas here kanë pasur deklarata sporadike, por kanë ulur nivelin e tyre të përfaqësimit ose të ndjekjes së seancave në kuvend, ku të gjitha misionet diplomatike vinë të përfaqësuara me nivelin e sekretarëve të dytë ose të tretë në punimet ose në këto seanca të cilat janë kthyer në një cirk politik të irritueshëm jo vetëm për shoqërinë civile, e cila ka pasur kritika, por për të gjithë qytetarët e cilët kohët e fundit kanë shprehur pakënaqësi edhe në hyrje të kuvendit me disa manifestime të cilat janë realizuar javën që ka shkuar, por edhe disa ditë më herët.